të ecim sa më shpejt për të mbyllur procesin e dekriminalizimit dhe për të përmbyllur reformën në drejtësi, e cila do të jetë shumë e rëndësishme, jo vetëm për të forcuar sundimin e ligjit në vend, jo vetëm për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, por pasi diskutime edhe për të përmirësuar klimën ndaj biznesit dhe sidomos për të nxitur më tej investimet e huaja në vendin tonë. Dua të falenderoj edhe një herë zotin Naço që japi rrugë këtij ndryshimi. Absolutisht do t'i shërbej impulseve të reja, jo vetëm përse takon reformës në drejtësi, jo vetëm përse takon rritjes transparencës dhe sidomos rollit të Ministrisë Drejtësisë në këtë drejtim për gjithë qeverisjen e vendit, por edhe luftës kundër korrupsionit, dhe në këtë plan absolutisht jam i bindur që është një lëvizje mjaft pozitive.